Doja të ndalesha pak tek një pjesë, një shesh që ke pasur me një artist. Nergjish Kaçenari, ne kemi pasur. Ju keni qenë në një intervistë të dy së bashku dhe keni ju jeni zënë aty. Se jeni agravuar, di që ka pasur një përleshje, jeni kapur për flokësh aty. Është ky aspekti, pa. Keni thyer monitorin? Po, me Gjergjin, po, sherri madh. Kështu skenari, apo jo? Duhet të themi gjëra për njëri tjetrin dhe të marrim klikime. Po, me Gjergjin çfarë nuk ka ndodhur. E kape, a? Po, dhe ti Shiko, jo, mes me dhe Gjergjit ka ndodhur diçka vërtet. Po. Wow, rastisa ai. Po ti. Po çka ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur ore? Ka ndodhur ajo që kur të mbaroj podcastin do marr Gjergjin telefonin dhe them ore të tham të njëjtën gjë dhe ty me Francën. Jo, s'ja tham, nuk ja tham. Okej, në rregull. Doja të nxirja një herë ty kështu pa filtra. Jemi barazi. Jeni miq të mirë për te shakave.